7 gjërat të cilat e pengojnë bereqetin në shtëpinë tënde. Miq të dashur, kudo që gjeni, paqe dhe selam për ju. Bereqet do të thëtë më shumë se sa pasuri dhe se sa rrokë. Bereqet është kënaqësi, lumturi në shtëpi, me pasuri dhe shtim dhe zhvillim në fëmijë. Pika e parë e cila u pengon bereqetin në shtëpinë tuaj janë gjunahet dhe mëkatet. Keni kujdes nga mëkatet dhe gjunahet, nga sa Allahu xhaleshanu thot në Kur'an: dhe në qofse populli që banon në tokë, pra në vend banime, do të besonte dhe do të ishe i devotshëm, do t'ja hapnim bereqetin nga qielli dhe nga toka. 2. Mosfalja e namazit në shtëpijet tuaja dhe në vatanet tuaja. Një prej shkaqeve që paksohet bereqeti është që në shtëpinë tënde nuk bihet në sejdë. Lëshoni ballin tuaj në sejdën tuaj dhe në shtëpinë tuaj. Allahu lëshon atij bereqet dhe shumë fishon mirësi. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: mos i bëni shtëpia tuaja vareza që nuk falet në të namaz, por falni në të nafilet dhe sunnetet, kurse farzët në xhami. 3. Mos leximi i fjalës së Zotit në shtëpinë tënde. Pra, zbritja e Kur'anit është dritë, është bereqet. Kur zbriti në Mekë e bëri dritë. Zbriti në Kodër dhe në Shpellë e bëri shpellën e dritës, dhe lëshoje Kur'anin në shtëpinë tënde që të bëj dritë edhe të shtohet bereqeti. 4. Duaja dhe pendimi. Në shtëpinë tënde duhet të ekzistojë duaja dhe pendimi. Shtoni duat e juaja dhe shtoni pendimin ndaj Zotit, ju ashton bereqetin, dhe mos ekzistenca e këtyre dy elementeve në shtëpinë tënde e hul bereqetin. E Allahu xhaleshanu ka thënë: lutni Zotin tuaj dhe bëni istikfar, nga sa ai është falës. 5. Ndërprerja e farefisit dhe vizitave të tyre. Një prej shkaqeve e cila bie në humbjen e bereqetit në shtëpinë tënde është që në shtëpinë tënde nuk hin kush, nuk del kush. Shtëpinë tënde nuk e viziton kush për shkak se me njërin je i dhunum, me tjetrin nuk flet, me tjetrin kështu dhe me tjetrin ashtu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kontaktoni dhe vizitoni farefisin tuaj, se në të shtohet risku. 6. Gjuajtja e pasurisë pa kontroll, harxhimi i pasurisë pa kontroll. Nëse në shtëpinë tuaj nuk ka kontroll në harxhimin e pasurisë, Allahu xhaleshanu Zot na ruaj, i trajton këta njerëz në Kur'an sikur të ishin vëllezërit e shejtanit, ata të cilët gjuajnë dhe nuk kanë kontroll në pasurinë e tyre. E Allahu thot në të kundërtën: falemndroni Zotin për atë që e keni, e Zoti u ashton, duke thënë: wala in shakartum la azidannakum. Dhe së fundmi, sadakaja. Shtëpia juaj dhe fëmijët e juaj dhe ju personalisht duhet të mësoheni të jepni, të bëni sadaka, të jepni lëmosh, po qoftë edhe pak, po qoftë edhe një gjysmë hurme, por të zhvillohet dora dhe truni dhe zemra yte për të dhënë. E pejgamberi sa më thot: me të vërtet nga sadakaja nuk paksohet pasuria. E ne sot për temën tonë do ta marrim të kundërtën. E nga jo sadakaja paksohet bereqeti dhe pasuria. Kudo që jeni, mbetëshit mirë, Zoti ju ashtoft bereqetin e paçit gëzime. Për ju, selame.